Zgjidhja e kryetarit të kuvendit dështoi sërish të anën, pasi nuk u hodh fare në votim. Lëvizja vetëvendosje, partia fituese e zgjedhjeve, ka kërkuar marrëveshje politike për të dalë nga kriza. Opozita nuk ka ndryshuar mendje dhe kundërshton votimin e kandidates së saj Albulena Haxhiu. E në lidhje me këtë temë në një prononcim për bota sot, ka folur eksperti austriak Günther Fehlinger. Ai thotë se Kosova duhet të zgjedhë kryetarin e kuvendit dhe opozita duhet ta mbështesë e ta votojë. Albin Kurti do të zgjidhet kryetari i kuvendit të Kosovës këtë të mërkurë, siç është e drejtë e tij si kryetari i partisë më të madhe të Kosovës dhe opozita duhet ta mbështesë dhe ta votojë. Duke vepruar kështu, Albin Kurti do të na japë përpjekjet dhe pretendimet e tij për të udhëhequr qeverinë e ardhshme. Ai gjithsesi nuk do të ketë sukses. Ai gjithsesi nuk i ka votat. Ai e ka ofenduar opozitën shumë fort, shumë gjatë. Ai ka ofenduar shumë politikan perëndimor, duke u përpjekur edhe predikuar bindjen e tij socialiste, diçka për të cilën asnjë lider perëndimor nuk dëshiron të ligjërohet nga një kryeminist i Kosovës. Unë kam përshkruar shumë herë këtë në këtë rubrikë se si ai mund të ndërtojë një koalicion të madh pro-europian, por Albin Kurti ka vendosur të djegë të gjitha urat. Ai dëshiron të shkojë vetëm, kështu që i kanë mbetur pak mundësi, u shpreh ai. Eksperti Motej thekson se Kurti fillimisht duhet të bëhet kryetar dhe pastaj të kandidojë si president vitin e ardhshëm. Opsioni i tij më i mirë është të nominojë veten për kryetar dhe t'i ofrojë një rol konstruktiv opozitar shumicës së re të ardhshme të udhëhequr nga kryeministri i ri i ardhshëm Lumiri dhe të kandidojë si president vitin e ardhshëm. Ai mund të ketë shanse të mira për të arritur 80 vota nëse vepron me përgjegjësi gjatë vitit të parë të qeverisë së re, ndërsa kryeparlamentari Albin Kurti, mbështetur nga vetëvendosje, do të ketë platformë perfekte për të kandiduar si president i Kosovës, një rol që i përshtatet shumë më mirë atij se sa kryeministër, një rol që kërkon të ndërtojë koalicione, si brenda dhe jashtë vendit, një art që Albin Kurti duket se nuk e mëson, shpjegoi Fehlinger. Sipas ekspertit, Kurti mund të bëjë shumë gjëra të mira si kryetari i kuvendit të Kosovës, sepse ky kaos i krijuar në Kosovë u shërben vetëm armiqve tanë. Albin Kurti mund të bëjë shumë gjëra të mira si kryetari i kuvendit të Kosovës dhe si lider i opozitës, një rol që i përshtatet plotësisht atij dhe ka shanset më të mira për të udhëhequr Kosovën si president për një dekadë në vijim, nëse ai të rishet tani nga mandati i tretë dhe lejon formimin e institucioneve të reja në këtë kohë vendimtare për hir të Republikës. Duhet guxim për të kontrolluar adetarët dhe liderët ambicioz, por të vërtet të zotërojnë mirëqenien e shtetit. Kaosi në Kosovë u shërben vetëm armiqve tanë dhe Kosova duhet të jetë e fortë tani dhe kjo kërkon disiplinë, guxim dhe sakrificë. Dhe Albin Kurti e di këtë më mirë se kushdo. Është koha që ai të lërë vendin mbi egon dhe të largohet dhe të shërbejë si kryetari i kuvendit nga kjo amakure tutje dhe të shikojë nëse opozitarët e gatshme të qeverisë Kosovën. Në këtë kohë të trazuar, përfundoi eksperti austriak Günther Fehlinger për Bota Sot.